Brenda shtëpisë së Big Brother, tensioni mes Claudit dhe Elionës arrin një kulm dramatik kur ai vendos t'i kthehet ashpër dhe pa hezitim. Shikimet e tyre përplasen në ajër dhe atmosfera mbushet me emocion të fortë dhe mbledh. Me një ton të vendosur dhe të lartë, Claudi i thot Elionës pa ndonjë rezervë: "Kam pëlqim për Benitën, jo për ty, dhe Benita është fiksimi im." Fjalët bien si një shpërthim në dhomë, duke lënë të gjithë banorët të shtangur dhe të tronditur nga ashpërsia e deklaratës. Çdo shikim dhe çdo dridhje e trupit të Claudit tregon seriozitetin e tij dhe vendosmërinë për të treguar ndjenjat e tij pa lëshuar asnjë hap pas. Banorët e tjerë përpiqen të kuptojnë situatën dhe disa shtangin nga tensioni i përballjes, ndërsa të tjerët përpiqen të shohin reagimet e Elionës për të kuptuar se si do të ndikohet më tej atmosfera në shtëpi. Eliona ndjen një tronditje të menjëhershme nga fjalët e Claudit. Zëri i saj dridhet, lotët fillojnë të dalin dhe emocionet e saj shpërthejnë ndërsa përpiqet të kuptojë fjalët e ashpra dhe vendimin e papritur që Claudi sapo ka bërë të qartë. Heshtja e shkurtër që pason e bën momentin edhe më dramatik. Publiku dhe banorët ndjejnë tensionin që rritet me sekondë dhe çdo gjest i vogël bëhet i rëndësishëm. Claudi vazhdon të flasë me vendosmëri dhe qartësi, duke i bërë të qartë Elionës se ndjenjat e tij janë të drejtuara vetëm ndaj Benitës. Ai shpreh me qetësi, por me një forcë të dukshme, se Benita është fiksimi i tij dhe se nuk ka asnjë ndjenjë për Elionën. Fjalët e tij duket se presin çdo argument tjetër dhe nuk lën hapësirë për interpretime të gabuara. Eliona, e tronditur dhe e ndjer, fillon të reagojë me një përzierje mlefi dhe zhgënjimi. Lotët e saj bëhen të dukshëm dhe secila frymë e saj tregon intensitetin e ndjenjave të saj. Banorët e tjerë përpiqen të kuptojnë dinamikën e situatës, disa duke mbajtur distancë, ndërsa të tjerët përpiqen të përballojnë tensionin dhe të shohin se si do të reagojë Alba, Limi apo Benita ndaj kësaj deklarate të fortë. Debati vazhdon për disa minuta, me Claudin që përsërit vendosmërinë e tij dhe Elionën që shpërthen emocionalisht, duke shprehur zhgënjimin dhe mlefin. Çdo fjalë, heshtje dhe shikim shton tensionin dhe dramatizmin e momentit. Publiku ndihet i tërhequr dhe i angazhuar, duke ndjekur çdo zhvillim dhe duke pritur të shohë se si do të ndikojë kjo përballje mbi marrëdhëniet dhe lojën brenda shtëpisë. Ky episod tregon qartë se si emocionet e forta, mlefi dhe ndjenjat e përziera mund të krijojnë një atmosferë dramatike dhe të tensionuar brenda shtëpisë së Big Brother. Çdo reagim, çdo heshtje dhe çdo dridhje e zërit ndihmon për të rritur dramatizmin dhe për të bërë momentin të duket i gjallë, intensiv dhe i paharrueshëm për shikuesit dhe banorët e tjerë. Në këtë moment, situata duket e pakontrollueshme dhe çdo fjalë shton emocion dhe tension. Përplasja ndërmjet Claudit dhe Elionës nuk është thjesht një debat verbal, është një shpërthim emocional që prek të gjithë. Brenda shtëpisë së Big Brother, tensioni mes Elionës dhe Claudit arrin një moment të ndjerë kur ata përfshihen në një bisedë të sinqertë, por plot emocione. Eliona fillon të shprehë ndjenjat e saj, duke thënë se është xheloze për Benitën. Fjalët e saj dalin me një ton të dridhur dhe të përzier me mlef dhe shqetësim, duke treguar se emocionet që ajo ndjen janë të thella dhe të vështira për t'u kontrolluar. "Unë jam xheloze për Benitën", thot Eliona me vendosmëri, duke i bërë të qartë Claudit se ndjenjat e saj janë të sinqerta dhe jo të lehta për t'u menaxhuar. Ndërkohë, Claudi e dëgjon me vëmendje, duke ndjerë tensionin që përshkon dhomën. Heshtja që pason i jep momentit një dimension dramatik dhe çdo shikim ndërmjet tyre duket se thot më shumë se fjalët. Eliona vazhdon të flasë dhe shprehet se nuk ka qejf që Claudi rrin me Benitën, duke treguar mlefin dhe pakënaqësinë e saj. "Nuk kam qejf se rrin me Benitën", thot ajo, dhe zëri i saj dridhet paksa nga emocionet. Banorët e tjerë që ndodhen pranë mund të ndjejnë tensionin dhe mlefin që përshkon dhomën, por heshtja e Claudit dhe shikimi i tij i qetë shton dramatizmin e momentit. Biseda vazhdon për disa minuta, me Elionën që shpreh mlefin, zhgënjimin dhe ndjenjat e saj të përziera ndaj situatës. Ajo përpiqet të shpjegojë pse ndjehet kështu dhe se nuk mund të tolerojë ndonjëherë sjellje që e bëjnë të ndihet e lënduar ose e injoruar. Çdo fjalë e saj është e mbushur me emocione dhe tension, duke bërë që momenti të duket i gjallë dhe i ndjerë. Claudi dëgjon dhe përpiqet të reagojë me kujdes, duke ruajtur qetësinë e tij, por çdo heshtje dhe çdo shikim shton dramatizmin e situatës.
Banorët e tjerë ndjejnë tensionin dhe fillojnë të flasin mes tyre, disa duke shprehur habi, disa duke u përpjekur të kuptojnë se çfarë ndodh dhe cili do të jetë ndikimi i kësaj bisede në marrëdhëniet e brendshme të shtëpisë. Eliona vazhdon të shprehë ndjenjat e saj për disa minuta, duke treguar qartë se xhelozia dhe mlefi nuk janë të lehta për t'u menaxhuar dhe se ajo ndihet emocionalisht e mbingarkuar nga situata. Çdo heshtje, çdo dridhje e zërit dhe çdo gjest i saj shton dramatizmin dhe tensionin, duke bërë që momenti të duket i gjallë dhe intensiv. Biseda ndërmjet Elionës dhe Claudit tregon qartë se si emocionet e forta, xhelozia dhe ndjenja e mlefit mund të krijojnë një atmosferë dramatike dhe të tensionuar brenda shtëpisë së Big Brother. Publiku ndihet i tërhequr dhe i angazhuar, duke ndjekur çdo zhvillim dhe duke pritur të shohë se si do të ndikojë kjo situatë në marrëdhëniet e banorëve dhe në lojën që vazhdon brenda shtëpisë. Ky episod është i mbushur me tension, mlef dhe emocione të forta, ku çdo fjalë, heshtje dhe shikim ka rëndësi dramatike dhe çdo reagim i banorëve ndihmon për të krijuar një histori emocionale të ndjerë dhe të fuqishme. Përplasja e ndjenjave dhe xhelozia e Elionës bëjnë që momenti të mbetet i paharrueshëm dhe të ndikojë në marrëdhëniet brenda shtëpisë për ditët që vijnë. Brenda shtëpisë së Big Brother, tensioni shpërthen kur Benita dhe Eliona përfshihen në një debat të ashpër dhe shumë të tensionuar. Atmosfera bëhet menjëherë e ngarkuar dhe e ndjeshme, pasi fjalët që bien ndërmjet tyre nuk janë thjesht përplasjes të zakonshme, por një përballje e drejtpërdrejtë me sekrete dhe akuza personale. Benita, me një ton të vendosur dhe të fortë, i thot Elionës se nuk mund të fshihet pas buzëqeshjeve dhe sjelljeve të saj të përditshme, dhe fillon të nxjerrë sekretin e saj më të madh. Me vendosmëri dhe mlef, Benita i thot Elionës se ajo ka një të dashur deputet dhe se kjo është diçka që ajo ka përpjekur ta mbajë sekret nga të gjithë, por që tani nuk mund të mbahet më e fshehtë. Fjalët bien rënd dhe tensionojnë menjëherë ambientin. Banorët e tjerë ndjejnë peshën e momentit, disa mbeten të shtangur dhe të tronditur nga kjo deklaratë, ndërsa të tjerët përpiqen të kuptojnë ndikimin që kjo mund të ketë në marrëdhëniet dhe lojën brenda shtëpisë. Eliona mbetet e shokuar për një moment dhe duket se nuk e ka pritur këtë sulm verbal. Fjalët e Benitës nuk janë thjesht akuza, por një sulm direkt ndaj privatësisë dhe reputacionit të saj, dhe kjo e bën situatën edhe më dramatike. Ajo përpiqet të reagojë, por mlefi dhe tensioni janë të dukshëm në fytyrën dhe gjestet e saj. Banorët e tjerë që ndodhen pranë nuk mund të mos ndjejnë tensionin e fortë që shpërthen nga çdo fjalë dhe shikim. Debati vazhdon për disa minuta dhe Benita nuk ndalet, ajo vazhdon të përshkruajë situatën dhe të tregojë se si Eliona ka përfshirë veten në marrëdhënie me deputetin, duke nxjerrë në pa jo vetëm sekretin, por edhe sjelljen që ajo e sheh si problematike. Çdo fjalë e saj duket e përzgjedhur për të krijuar ndikim maksimal dhe për të lënë gjurmë tek publiku dhe banorët e tjerë. Eliona përpiqet të mbajë qëndrimin, por emocioni dhe mlefi i momentit e bëjnë situatën të duket edhe më dramatike. Banorët e tjerë ndjejnë tensionin dhe fillojnë të diskutojnë ndërmjet tyre. E se çfarë ndikimi mund të ketë kjo deklaratë në lojën brenda shtëpisë dhe si do të ndryshojnë marrëdhëniet mes banorëve. Disa janë të shokuar nga sinqeriteti i Benitës, disa të çuditur nga guximi i saj për të nxjerrë sekretin, dhe disa thjesht mbeten të hutuar nga mënyra se si situata po eskalon. Ndërkohë, Eliona përpiqet të reagojë dhe të mbrojë veten, duke thënë fjalë që përpiqen të qetësojnë situatën, por tensioni mbetet i lartë. Çdo heshtje dhe çdo shikim midis tyre duket se shton dramatizmin dhe tensionin emocional të momentit. Debati nuk është thjesht një përplasje e zakonshme, por një luftë verbale e mbushur me mlef, tension dhe emocione të forta që të gjithë banorët dhe shikuesit mund t'i ndjejnë. Ky episod shfaqet si një nga momentet më të tensionuara dhe më dramatike brenda shtëpisë së Big Brother, ku sekreti, mlefi dhe fjalët e drejtpërdrejta ndërthuren për të krijuar një histori emocionale të fuqishme. Publiku ndjehet i tërhequr dhe i tensionuar, duke pritur të shohë. Brenda shtëpisë së Big Brother, tensioni arrin kulmin kur Alba dhe Dolce përfshihen në një debat të ashpër dhe plot mlef. Atmosfera bëhet menjëherë e ngarkuar dhe çdo fjalë që bie ndërmjet tyre duket se është një sulm i drejtpërdrejtë personal. Alba, me një ton të vendosur dhe të lartë, i thot Dolce se ajo është prostitute lagjes dhe se nuk ka nder asnjë gjë.
Fjalët e saj bien rënd dhe mbushin dhomën me tension, ndërsa banorët e tjerë ndjejnë menjëherë ngarkesën emocionale që shpërthen. Dolce mbetet e habitur për një moment, duke ndjerë presionin e fjalëve të Albas, por përpiqet të mbajë qëndrimin dhe të mos reagojë menjëherë. Emocionet janë të dukshme, mllef, zemërim dhe tension përzihen në shikimet dhe gjestet e tyre. Banorët e tjerë ndihen të tërhequr nga debati dhe fillojnë të përpiqen të kuptojnë se si do të zhvillohet situata dhe cili do të jetë ndikimi i saj në marrëdhëniet brenda shtëpisë. Alba nuk ndalet këtu. Ajo vazhdon të përshkruaj karakterin e Dolces dhe sjelljen që sipas saj është e papranueshme, duke theksuar se veprimet e saj nuk kanë moral dhe se nuk duhet të priten respekt nga të tjerët. Çdo fjalë që thot është e zgjedhur me kujdes për të lënë gjurmë tek publiku dhe banorët e tjerë, duke e bërë momentin të duket dramatik dhe të tensionuar. Dolce përpiqet të përgjigjet dhe të mbrojë veten, duke thënë fjalë që përpiqen të qetësojnë situatën, por tensioni mbetet i lartë. Fjalët dhe shikimet e Albas e mbajnë situatën të ngarkuar, dhe çdo veprim apo shikim i Dolces duket se rrit dramatizmin e debatit. Banorët e tjerë ndjejnë emocionet dhe mllefin e shpërthyer dhe fillojnë të diskutojnë ndërmjet tyre, duke analizuar ndikimin që ka ky debat mbi marrëdhëniet dhe lojën brenda shtëpisë. Debati vazhdon për disa minuta, me çdo fjalë dhe çdo reagim që shton tensionin. Alba e përsërit kritikat e saj dhe nuk lejon që Dolce të marrë frymë pa u ndjerë e sulmuar, duke krijuar një situatë të tensionuar dhe dramatike që e bën momentin të duket i paharrues. Banorët ndjejnë qartë mllefin dhe tensionin që përshkon dhomën, duke bërë që të gjithë të jenë të përfshirë emocionalisht. Ky episod shfaqet si një nga momentet më dramatike dhe më të tensionuara brenda shtëpisë së Big Brother, ku fjalët, mlefi dhe vendosmëria ndërthuren për të krijuar një histori të fuqishme emocionale. Publiku ndihet i tërhequr dhe i tensionuar, duke pritur të shohin se si do të zhvillohet më tej debati dhe cili do të jetë ndikimi i tij mbi marrëdhëniet dhe lojën brenda shtëpisë. Atmosfera mbetet e ngarkuar edhe pas përfundimit të debatit, pasi fjalët e Albas lënë gjurmë tek Dolce dhe tek banorët e tjerë. Reagimet e tyre, heshtjet, shikimet dhe komentet e vogla rritin dramatizmin dhe bëjnë që momenti të duket i rëndësishëm dhe i ndjerë nga të gjithë. Ky episod tregon qartë se si fjalët, mlefi dhe emocionet mund të krijojnë tension, intrigë dhe dramatizëm brenda shtëpisë së Big Brother. Brenda shtëpisë së Big Brother, atmosfera tensionohet shumë kur Dolce dhe Alba përfshihen në një debat të ashpër dhe plot emocione të forta. Çdo fjalë që bie ndërmjet tyre duket e rëndë dhe mbush dhomën me energji dramatike. Dolce, me një ton të vendosur dhe të fortë, i thot Albas se ajo vetëm i qëndronte likit pas përbyth vetëm përpara, duke e sulmuar direkt dhe duke nxjerrë në pa motivet që ajo mendon se kanë shtyrë Albën të sillet në këtë mënyrë. Banorët e tjerë që ndodhen pranë fillojnë të ndjejnë tensionin dhe nervozizmin që shpërthen menjëherë. Disa mbeten të shtangur dhe të tronditur nga forca e fjalëve të Dolces, të tjerët shikojnë me kuriozitet dhe shqetësim se si do të zhvillohet situata, ndërsa disa përpiqen të ndërhyjnë për të qetësuar debatet. Por tensioni është i dukshëm dhe askush nuk mund ta shmangë ndikimin e tij. Dolce nuk ndalet këtu. Ajo vazhdon të flasë dhe thotë se Alba ka qef leket dhe jo limin, duke theksuar se veprimet e saj nuk janë të ndershme dhe nuk kanë lidhje me ndjenja të vërteta, por vetëm me përfitime materiale. Fjalët bien rënd dhe çdo banor që ndodhet pranë ndjen qartë mllefin dhe vendosmërinë e Dolces. Debati duket se bëhet jo vetëm një përplasje verbale, por një ekspozim i hapur i karaktereve dhe motiveve të banorëve brenda shtëpisë. Alba përpiqet të mbajë qëndrimin, por fjalët e Dolces e lën të tensionuar dhe e acaruar. Ajo përpiqet të përgjigjet, por mlefi dhe intensiteti i momentit e bëjnë situatën të duket edhe më dramatike. Banorët e tjerë ndjejnë tensionin dhe fillojnë të analizojnë çdo shikim, buzëqeshje ironike dhe çdo lëvizje të tyre, duke e bërë gjithçka më të ndjerë dhe më dramatike. Debati vazhdon dhe Dolce shton më shumë fjalë për të përshkruar sjelljen e Albas, duke thënë se qëndrimi i saj për pasionin e lekeve dhe jo të ndjenjave të vërteta është i papranueshëm dhe i dëmshëm për dinamikën e shtëpisë. Çdo fjalë e saj ka një ton kritik dhe emocional që rrit dramatizmin dhe e bën debatin të duket i gjatë dhe i tensionuar. Alba përpiqet të mbrojë veten dhe të thotë se nuk është e vërtetë,
por tensioni dhe mlefi i dolçes e bëjnë momentin të duket edhe më i ndjerë dhe i ngarkuar. Banorët e tjerë ndjejnë qartë mlefin dhe tensionin që përshkon dhomën, dhe çdo reagim, qeshje nervoze apo heshtje shton dramatizmin dhe intensitetin e debatit. Ky episod shfaqet si një nga momentet më dramatike dhe më të tensionuara brenda shtëpisë së Big Brother, ku mlefi, akuzat dhe fjalët e drejtpërdrejta ndërthuren për të krijuar një histori emocionale të fuqishme. Publiku ndihet i tërhequr dhe i tensionuar, duke pritur të shohin se si do të zhvillohet më tej debati dhe cili do të jetë ndikimi i tij mbi marrëdhëniet dhe lojën brenda shtëpisë. Debati vazhdon për disa minuta, me çdo fjalë, shikim dhe lëvizje që rrit dramatizmin e situatës. Banorët ndjejnë tensionin, emocionet dhe mlefin që përhapen në dhomë, duke e bërë këtë një nga momentet më të diskutueshme dhe më të ndjera të ditës. Ky episod të